Mirëmbrëma të gjithëve, sot kam një kënaqësi të veçantë që të ftuara në podcastin ton të kem dy aktiviste të lëvizjes bashkë, njëherëzi dy studiuese të çështjeve të punës, por njëkohësisht edhe kandidate për deputet nga lëvizja bashkë. E kam fjalën për Ferdes Onuzin dhe Gjuliana Ukun. Ferdesi edhe Gjuliana kanë studiuar të dyja vite më parë në Fakultetin e Shkencave Sociale dhe janë bashkëautore të këtij studimi, studim mbi gjendjen punëtore në Shqipëri. Studimi është botuar në fund të vitit 2023 dhe ne sot do të diskutojmë për problemet e mëdha të sektorit fason ndër vite, e njëkohësisht dhe në mënyrë më specifike për gjendjen e punëtorëve, të drejta në punë, paga dhe gjithçka tjetër që lidhet me punëtorinë. Dua ta jap dhe këtë informacion shtesë që Ferdesi do të kandidojë në emër të lëvizjes bashkë në qarkun e Durrësit, ndërkohë që Gjuliana do të kandidojë po ashtu në emër të lëvizjes bashkë në qarkun e Lezhës dhe kam përshtypjen që në Parlamentin e ardhshëm të Shqipërisë do të jenë përfaqësuese jo vetëm të komuniteteve të tyre, por edhe në mënyrë të veçantë të punëtorisë, që është mjaft e shtrirë në këto qarqe. Mirë se erdhët, Ferdes dhe Gjuliana, e di që keni pak emocione, po s'keni ju siguroj më shumë emocione se s'kam pasur unë kur në 2014 në për herë të parë kam dalë në televizor. Kur ja kam dalë unë që të ndjetoj stresit madh, aso kohë kishim protestën e parë të studentëve kundër ligjit të arsimit lartë, edhe unë, si thua, tash nami u bëf tani do dalë për herë të parë një dhëntime në televizor dhe pastaj si u shqita më televizorit, pakën prajsa më takon mua se ftesat sigurisht nuk janë gjithmonë bujare. Kështu që unë besoj biseda na shkojë mbar, do flasim për çështje që ju dy e njihni më mirë se kushdo tjetër në Shqipëri dhe besoj që kanë interes jo vetëm nga punëtorët, por edhe nga publiku i gjerë. E nisim? Okej. Do ta nis me ty, Ferdes. Cila është situata në fasoneri? Ju studimin e keni kryer rreth një vite pak më parë. Mund të ketë pas zhvillime gjatë vitit e ca të fundit. Dhe u kam përshtypjen duke e parë që ka larg situatën që gjendja e sektorit fason sa vjen e bëhet më e vështirë. Nuk e di çfarë mund t'i themi publikut më konkretisht. Gjendja e sektorit fason, nëse flasim si sektor ekonomik, vjen edhe përkeqësohet, po nëse flasim për gjendjen e punëtorëve, si më thënë, ka qenë keq gjithmonë, edhe nuk ka përmirësim, domethënë, kjo është pak për e sigurt. Do doja të bëja në fakt një farë historiku të shkurtër, çfarë ka ndodhur me fasonerin paktën në këto 3-4 vitet e fundit. Ne në momentin e pandemisë, siç u mbyll gjithë bota, domethënë, në Shqipëri vazhdoi, si më thën, prodhimi edhe pati prodhim, duke u deklaruar, duke punuar edhe në xez, domethënë u gjet çdo formë, por nuk pati ndërprerje të prodhimit. Kjo solli, si më thën, që në atë periudhë, duke qenë se ishim ndër vendet e pakta që po prodhonim në Europë, solli të kishte, domethënë, kërkesë dhe interes më të lartë edhe për shkak të afrisë që ka me Europën, me vendet të cilat kishin interes, Italia, Gjermania, ku diun Spanja, këto me radhë, domethënë që ishin pak më afër dhe ishte më e lehtë transporti me vendet e lindjes, kështu që pati një rritje nga 2020 deri në 2021 që kështu me radhë, derisa erdhi 2022 që ku ishte kulmi i fasonerisë, domethënë i prodhimit edhe i kërkesave dhe klientëve të rinj. Pavarësisht pandemisë, në vitet 2021-2022 ka qenë kulmi i prodhimit, e themi, nga fasoneritë shqiptare. Viti 2022 madje ka qenë jo vetëm i prodhimit, por edhe një patjetër, domethënë se këto vinë me njëra tjetrën, po edhe si më thën, i fitimit më të lartë që ka pas domethënë në historikun e Shqipërisë, domethënë fasoneria. Ka qenë viti 2022. Çfarë ndodh nga momenti 2022-shit është që 2023-shi vjen, si më thën, dhe në atë moment ka pas, nuk e di nëse e mbani mend, po kishte thirrje her pas here për punëtor, që ne kemi mungesa të mëdha të forcave të punës, nuk kemi punëtor, e gjitha këto me radhë, erdhën dhe thirrje dhe u lehtësuan, si më thën, procedurat për të sjell punëtor të huaj në Shqipëri. Ku lindën edhe debatet e mëdha nëse ata po e shohin Shqipërinë si trampolinë apo jo, e gjitha këto me radhë, domethënë. Pas direkt, domethënë 2023 pati disi të njëjtën tendencë, po kemi edhe momentin kur fillon dhe pak euroja fillon në rënje. Mirë po, në 2023 përkoi edhe një gjë tjetër,
tregjet europiane u ngopën me prodhimin, domethënë e pa madh, domethënë gjatë kësaj periudhe dhe kryesisht po flasim për prodhimin e atë që quhet mod, jo për veshjet e punës apo prodhimet domethënë këto të domosdoshme jetike, po flasim për një kategori të caktuar që është moda, domethënë tekstilet mod. Ta kuptoj më mirë unë edhe ata që na ndjekin. Firmat shqiptare janë nën kontraktore të markave, zakonisht, të markave të mëdha. Dhe këtu qepen rroba apo bëhen kputç për këto marka, edhe për konsum të gjerë, edhe për specifikisht mallra më të veçantë modos, ta quajmë kështu apo Atëherë, kategoria është kështu ndarja. Është ajo që veshim tek moda tekstili është rroba të cilat ne nuk kemi të domosdoshme, si më thënë, për t'i vesh në një profesion të caktuar, por janë rrobat e kjo quhet mod, të përditshmërisë, domethënë, ku mes tyre patjetër ka kategorizime, ka, domethënë, marka më të lira dhe më masive dhe ka marka të tjera, të cilat janë, si më thënë, kanë një target group të caktuar, që është, si më thënë, më marka të luksit që konsiderohen. Por në Shqipëri prodhohet po ashtu shumë edhe veshje pune, kputç pune, gjitha këto me radhë. Domethënë jemi, si më thënë, ndër ata shtetet që prodhojnë më së shumti, domethënë dhe kjo e ka mbajtur, si më thënë, fasonerinë e ka mbajtur dhe vazhdon ta mbajë, si më thënë, në këmbë, sepse është prodhimi masiv. Të gjitha mallrat eksportohen pastaj apo shiten në tregun vendas? Shiten edhe në tregun vendas, por patjetër që edhe eksportohen. Domethënë ajo kategoria më e madhe është e eksportit, por që ka edhe për tregun vendas. Patjetër. Dhe për të vazhduar më tej sa i përket kësaj situate, siç thash, pati te ngopje të magazinave për modën në Europë dhe filloi të ketë një ulje të kërkesës nga porositësit në Shqipëri, dhe kjo, si më thënë, pati farë frenimi për momentin, shto këtu edhe rënjen, fillimin e rënjes së euros, dhe nga momenti ne kemi një që më zhduk shumë interesant, në gusht kërkoheshin punëtor me 20-30.000 e gjitha këto me radhë. Në dhjetor të 2023 ne kemi pas lajmin që po pushohen nga puna dhe janë pushuar rreth 2.000 punëtor brenda ditës. Kështu që ka, si më thënë, përmbysja e situatës ka qenë shumë e shpejtë, siç e thash, për gjithë këto faktorët që përmendëm. Edhe 2024 vazhdon, si më thënë, me të njëjtën gjë. Kjo është në aspektin e, si më thënë, po flasim për çfarë po ndodh me sektorin. Nëse kam harruar diçka, më pyesni. Nëse flasim për gjendjen e punëtorëve, vazhdon po njësoj. Domethënë, nuk ka ndryshime, diferenca të mëdha. Përkundrazi, kriza gjithmonë punëtorin e vën në pozita krejt të, si më thënë, të pabarabarta dhe të vështira, duke bërë atë që të ketë, si më thënë, të jetë më i dobët krahasuar me presionin që i bëhet, se shiko se vendet e punës po shkurtohen dhe aty jashtë ka njerëz të tjerë që po presin aty. Janë tërësisht, si më thënë, siç e thash, janë shumë të shantazhueshëm, domethënë në këtë pikë janë shumë të shantazhueshëm. Ka edhe një gjë tjetër që ky momenti, se prandaj përmenda, momenti i, si më thënë, kulmit të prodhimit në Shqipëri solli edhe hapje të degëve në vendet, domethënë, punëtorët nuk kishte nevojë të vinë te fabrika, por fabrika shkonte aty kur kishte 20 punëtor, 10 punëtor, 30 nëpër qyteza, nëpër fshatra e gjitha këto me radhë. Domethënë u hapën degë gjithandej. Unë atë kohë nuk di të them nëse ishin si më thënë, në aspektin ligjor, krejtësisht i kishin, si më thënë, respektuar respektuar gjithë hapat për të regjistruar në qendrën e kombëtare të biznesit, apo nëse ishin deklaruar e gjitha këto me radhë. Ama di të them që në këtë moment jemi në një situatë ku këto fasoneri që janë hapur, ose këto degë të vogla që janë hapur nëpër qyteza, nëpër rrethe, gjitha këto mëra, aty ku kishte krah pune, mbyllen natën, domethënë pa nam, pa nishan, edhe lën punëtorët pasiguruar me muaj të tërë, shpesh herë nuk e di, domethënë edhe, si më thënë, edhe mjetet e prodhimit, ato që përdorin, ata i heqin natën, kështu që këtu kemi një hapësirë, si më thënë, që abuzohet tej mase në raport me punëtorin. Dhe kjo është situata, si më thënë, e kemi tërësisht të pambrojtur në këtë rast punëtorin. Do flasim çik më gjatë për punëtorët, edhe për gjetjet e studimit tuaj, do pyes Xhulianën, po kam edhe një pyetje tjetër për ty, Ferdas. Kohët e fundit, këto shoqatat e sipërmarrësve të prodhimit fason, domethënë kanë bërë kërkesa ndaj qeverisë, domethënë si po përpiqen t'i shpëtojnë krizës. Domethënë
një kërkesë që më ka kapur veshi është që sigurisht atyre intereson që të forcohet çik më shumë euroja në raport me lekun, sepse forcimi I lekut ndikon drejt për drejt në shtrenjtimin e eksporteve. Pra një ekonomi prodhuese ka nevojë për një valutë vendase sa më të dobët për pas avantazh në prodhim. Nuk e di çfarë kërkesash tjetera kam pas. Shoqatat e bizneseve të sektorit fason, një nga kërkesat ka qenë kjo që po thua ti, janë drejtuar Bankës së Shqipërisë për të bërë një farë ndërhyrje dhe për të lehtësuar këtë sektor të prodhimit, po nga ana tjetër kanë kërkuar edhe mbështetje nga shteti. Këtë kanë kërkuar në mënyrë të vazhdueshme, ndoshta që nga pandemia, domethënë, po edhe tani që me rënien e euros. Ajo që është bërë, ti që është miratuar një fond sovran. Po ky fondi është që ata të aplikojnë për kredi me lehtësira në interes që I paguan shteti. Mirë po me sa kam parë së fundmi është që nuk ka aplikuar asnjë nga bizneset. Në këtë pikë unë shoh që nga ana e shtetit nuk është se ka pasur, për t'ju dhënë një dorë edhe shoqatave. Po, në këtë pikë duhet jemi të sinqertë për të thënë që edhe prodhuesit, sipërmarrësit në këtë sektor, nuk kanë bërë asnjë lloj investimi në sektor. Domethënë, e kanë lënë duke marrë gjithçka e duke dhënë shumë pak, domethënë. Dhe në këtë pikë edhe shteti ka lënë, okay, vazhdoni me që jeni, mund t'ja dilni si t'ja dilni, përshtatuni ose vdisni. Domethënë ishte pak a shumë një deklaratë e Ramos që thoshte përshtatuni ose vdisni. Domethënë, thjesht duhet të gjeni vendin tuaj në treg, por nuk ka pas, këto kanë qenë kërkesa. Domethënë, një fond sovran ose mbështetje që nuk e morën, në fakt, qeveria nuk e dha këtë mbështetje, që fasoneritë kishin mbështetje financiare për ta kaluar krizën. Këtë fondin sovran nuk e kanë kërkuar. Domethënë nuk kanë aplikuar sipërmarrësit që ta marrin mbrapsht. Dhe nga Banka e Shqipërisë nuk ka, kompensim të rënjes së euro për atë humbjen nga rënja e euros. Unë kam frikën se mbas kësaj neglizhence shtetërore fshihet një lloj, po themi, ide apo qëllimi I falimentimit të sektorit. Me sa shoh unë, Ramos I intereson që të ketë sa më shumë të papunë, që të ketë mundësi të shkojnë drejt sektorit turizmit. Paktën kjo është nga hipotezat që hidhet në mënyrë që të mbështetet me keni parasysh diçka që Shqipëria po shpopullohet nga fuqia vet punëtore, kështu që tashmë duhet I marrësh punëtorët, t'i hedhësh nga një sektor në tjetrin, edhe kësaj nëse falimenton sektori tekstil ose fason, do të liroheshin forca pune për turizmin. Kjo gjë ka ndodhur në fakt. Domethënë, punëtorët të cilët kanë mbetë, gjatë kësaj periudhe kanë mbetë pa punë, nga biseda me punëtorë të përditshme, kanë hyrë në sektorin e turizmit. Po këtu unë nuk mendoj se do kemi totalisht në një moment rënje totalisht nuk do kemi më prodhim në Shqipëri. Mendoj që këtu do mbijetojnë ato të cilat ose fasoneritë të cilat kanë qenë më së shumti, që janë më të forta ekonomikisht dhe kanë më së shumti punëtorë gjitha këto me radhë dhe klientel që është e sigurt dhe kemi edhe një kategori tjetër që janë deg të markave vetë në Shqipëri. Domethënë që kanë patjetër që kanë mundësinë më të madhe për t'i mbajtur ato. Po se sa do jetë numri I këtyre, unë nuk di të them në këtë pikë. Ne nuk kemi qartësinë se çfarë po ndodh me sa është numri I punësuarve aktualisht në fasoneri dhe sa është rënja. Dhe këtë gjën edhe vetë shoqatat e biznesit nuk po e qartësojnë këtë gjë. Domethënë ata duhet ta kenë, nëse duhet të kenë një numër të dhënë. Ktu ose luhet me punëtor të pasiguruar, ose luhet me këtë presionin që po I bën qeverisë, ose nuk e di vërtet, je në ajër, që më duket e pa konceptueshme kjo gjëja, domethënë. Thuhet që janë 10.000 më pak punëtorë në sektor, domethënë nga momenti I krizës që folëm, para momentit të krizës flitej që kishte nga 70 të formal të punësuar në këtë sektor deri në 100.000 që shkonte numri me ata të punëtorët jo formal. Tani ne nuk e dim. Me këtë logjik I bie që aktualisht kemi diku të 60.000 të punësuar në këtë sektor, por
prap nuk e kemi të qartë, nuk ka asnjë lloj të dhënë në për, si më thënë, në ato që institucionet që ne referohemi që kanë për detyrë të bëjnë, si më thënë, deklarimin e këtyre të dhënave. Ka një problem, se duhet ngul çikëm tek ky raport midis fasonerisë dhe turizmit. Se është e vërtetë që një pjesë e punëtorëve që mbesin pa punë do gjejnë punë diku tjetër. Edhe sektori turistik është alternativa më e mirë. Po kjo ka vlerë kur ti banon afër një zone turistike. Veçoria e fasonerisë është që ato ndërtohen kudo. Do të thënë, edhe në qytetin më të vogël, mund të kesh interes të investosh në një ndërmarrje fasone dhe kësaj rrit një çik industrializimin, po themi, të zonës, edhe vendet e punës. Kështu që në momentin që këtu sektori pëson një goditje të fortë, unë nuk ma ha mendje që turizmi do mund të përthith mjaftueshëm, se ti nuk mund të nisesh, po them, nga Çorovoda. Nuk e di ka fasoneri në Çorovod, po di që para ca vitesh ka pasur, domethënë, edhe thuash tani do shpërngule me gjithë familjen për të punuar në Bregdek. Dakor, nëse je djalë i ri apo vajzë e re, e bën përkohësisht. Por familjet e kanë të vështirë të shpërngulen tërësisht. Po këtu kam përshtypje se janë edhe fasoneri më të vogla, domethënë që edhe po ngelen pa punë, janë fasoneri me një numër të vogël punëtorësh, nga 20-30 punëtor, e maksimumi që më shkoj është 20 punëtor, 50 punëtor. Kam përshtypjen se nuk kjo ndodh më shumë në zonat më bregdetare, me Vlorën, me Lezhën që ka afër Shëngjinit, me Durrësin që është një qytet shumë i madh dhe shumë i urbanizuar, ku ju lehtëson jashtëzakonisht punëtorët nëse nuk do punojnë me fasoneri, do kalojnë në punë të tjera sezonale ose edhe me punë të tjera si pastruese. Ama për sa i përket punëtorëve që ngelin pastaj në zona më rurale, në përfshatra ose në zona tjera që nuk ka një lloj mundësie tjetër punësimi, fati tyre për fat keq ngelet ose duke bërë punë me turnin e paradites që deri diku kanë mundësi transporti, ose do ngelen në shtëpi, ose do marrin rrugët e emigrimit, si gjithë shqiptarët e tjerë. Pra, Shqipëria e rreshtit dytë, po themi, Shqipëria e periferisë, që nuk është Tirana dhe qytetet bregdetare, pra që nuk kanë mundësi për të zhvilluar në mënyrë serioze biznesin apo sektorin e turizmit, do të kolapsojnë edhe më keq. Shpesh herë kam menduar mbi turizmin, mbi këtë premtimin e madh që do po bëhet, edhe unë mendoj se në çdo sektor, nëse ti nuk merr parasysh, një që është, si më thënë, e nis mbi premisa të gabuara, patjetër që rezultati do jetë i gabuar. Nëse fasoneria prej kohësh, fjala bie, domethënë ankohej edhe ishte e dukshme mbi kushtet e punës së punëtorëve të gjitha këto me radhë, dhe vjen një moment ku ti nuk ke punëtor para krizës, po flasim, tani edhe me turizmin do ndodhe njëjta gjë, sepse ti nuk mban atë që është, si më thënë, elementi kryesor, që është burimi njerëzor. Nëse ti nuk parashikon, si më thënë, burimin njerëzor si një nga shtyllat e një sektori të tërë, siç mund të jetë fasoneria apo turizmi, atëherë ti je duke nisur në premisa të gabuara. Që do të thotë, ti nuk merr parasysh çfarë do ndodh me këta, sepse puna sezonale do jetë e zëm sikur aksesohet, e zëm sikur të gjithë punëtorët duke mos pas asnjë lloj mundësie për të punësuar, shkojnë edhe punojnë 3 muaj në sezon. Ama ne e dim shumë mirë që sezoni, nëse në gjithë vendet e tjera fillon që bëhet punë para përgatitore dhe fillon që ndoshta që në prill e deri në nëntor, në Shqipëri punëtorët i marrin në qershor edhe me 1 shtator i kanë për zën, domethënë. Kështu që në këtë pikë unë mendoj se edhe kjo, edhe sikur nga halli i madh punëtorët të shkojnë edhe, domethënë, kjo forcë punëtore të zhvendoset, nuk është zgjidhje e problemit për shkak se nuk po marrin parasysh që puna sezonale dhe nuk është rregulluar. Ajo që po shoh unë që po flitet për një lloj projekt ligji diku për turizmin, po prap, e vetmja gjë që po bëhet për këtë është që, si më thën, dikush që është në Bregdet që nuk ka një hotel, nuk mund të vër çadra aty në vijën bregdetare. Por nuk mendohet dhe turizmi nuk është ky. Turizmin duhet marr parasysh se ku do e marrësh, kush do jetë ai i cili do jap jetë, domethënë këtij sektori. Dhe unë e shoh, si më thënë, të njëjtën gjë në çdo kategori. Për të mos fol pastaj për sa e vështirë do jetë për tu reintegruar sërish në Tiranë, siç kemi rastin e shokëve, shoqeve tona që pas 3 muajve në sezon,
sido që t'jenë, domethënë ato 3 muaj, duke nëse do mund ndalojmë edhe te mënyra se si ata rrin atje, domethënë te mënyra se ku flen, te mënyra se si ushqejnë, sa orë punojnë, që janë kryesisht edhe të padeklaruar, domethënë janë në të zezë, është punë në të zezë, nuk është punë e siguruar. Domethënë të gjitha këto janë anomali të cilat do e bëjnë edhe këtë dështimin e radhës. Turizmi nuk do jetë premtimi edhe sektori i cili do i sjellë Shqipërisë nuk e di se ç'a, po do jetë si më thënë dështimi i radhës. Edhe ky orientimi drejt turizmit është si më thënë një farë tullumbace që do plasi në vazhdim, domethënë. Një pyetje për Gjulianën. Ju keni bërë pyetje punëtorëve të sektorit, dhe do ishte mirë që nëpërmjet përgjigjeve të tyre në anketa që keni zhvilluar, ne të zbuloni më shumë për kushtet e punës, edhe për respektimin e drejtave të punës në sektorin fason. Nuk e di nëse mund ta bësh një përmbledhje të. Siç e tha dhe Ferdi, në 2023 pati një krizë goxha të madhe për sa i përket sektorit fasonerisë për shkak të rënjes së euros, po edhe mbi ngarkimet të magazinave europiane me mbi prodhimin që ishte gjatë pandemisë. Ne donim që të shikonim pak edhe se si ndikoi kjo krizë tek punëtorët, por edhe një lloj dokumentimi i kushteve, sepse shumë pak flitet për punëtorët e fasonerisë dhe shumë pak dokumentohen kushtet e tyre. Ka qenë një anketë, kryesisht një studim jo shumë i madh, i zhvilluar në 27 fabrika të kryesisht Tiranë, Durrës, me rreth 130 anketuar. Ka patur disa pyetje nga të dhënat përgjithshme, qoftë për fasonerin, fabrikën ku ata punojnë, po qoftë për vetë punëtorët, e deri tek pyetje në lidhje me pagat, orët e punës, orët shtesë, lejet, e deri te kushtet e tyre, që vazhdojmë pastaj edhe me organizimin, si e shohin ata organizimin në punë dhe sindikatat, sa i njohin. Nga ky studim mund të them që gjëja më interesante, ndoshta edhe për të ardhur keq deri diku, është se tek pagat. Nuk ka rëndësi nëse ti ke punuar je 6 muaj në punë, je 1 vit në atë fabrik, apo je mbi 5 vite, përgjithsisht pagat janë në të njëjtin nivel. A nuk ka rëndësi nëse ti je një punëtore, po zë shembull manuale që është më pak e kualifikuar se sa një makiniste që kërkon një kualifikim akoma më të lartë, përgjithsisht pagat janë në të njëjtin nivel. Ka një ndryshim të vogël me rreth 30-40 mijë lekë të vjetra për muaj për pagë, dhe kjo vjen vetëm nga rritja e pagës minimale nga viti 2022 dhe 2023 njëri pas tjetrit. Pra, është rritur paga minimale për punëtorët që paguheshin me pagë minimale dhe nuk është indeksuar për punëtorët e tjerë që paguheshin pak më lartë. Praktikisht ka ngelur në të njëjtin nivel, të rreth 400 e pak mijë lekë. Kjo vjen nga paktën vendimi i fundit që ka qenë vendimi 113 që u bë me 1 mars të 2023-shit, që rriti pagën minimale nga 34.000 lekë të reja në 40.000 lekë të reja bruto. Kjo për 174 orë punë. Praktikisht neto një punëtor fasoneri e merr 35.520 lekë. Lekë në dorë, si thonë. Lekë në dorë, po, lekë në dorë. Pyetje. A vazhdon praktika e poshtër e viteve të shkuara që ti kthen një pjesë rrogës te pronari? Përgjithsisht, tashmë ka një lloj, përgjithsisht tashmë marrin edhe nga dëshmitë e punëtorëve marrin pagat në bank. Edhe nga anketat, po edhe nga bisedat e shumta që mund kemi pas me punëtor, ka një përqindje të ulët që mund ta kthejë një pjesë në dorë. Që duhet të jenë ndoshta këto bizneset më të vogla. Përgjithsisht po, janë fabrika që kanë më pak punëtor, të mesme që ne i konsiderojmë dhe të vogla. Nuk e di nëse mbani mend atë Excelin që doli para disa vitesh me pagat. Po, dhe po ta keni vënë re, aty ka të gjitha pagat që janë punëtorët e fasonerive me pagë minimale. Dhe kjo vazhdon ende, edhe nga intervistat dhe anketat që kemi bërë me punëtorët, vazhdon ende që punëtorët paguhen me pagë minimale. Nëse mund të them nga revista Monitor, në shtator të 2024 ka bërë një artikull tepër interesant duke treguar se Shqipëria është një nga 3 vendet me pagën minimale më të ulët për fuqi blerëse. Edhe Maqedonia që e ka pagën minimale më të ulët se ne, që e ka 360 euro, krahasimisht me 400 euro që e kemi ne, që ishte rritur aso kohë, përsëri në Maqedoni ti mund të blesh më shumë
produkte se sa në vendin tonë. Pastaj mos flasim për Europën perëndimore që pagën minimale kanë nga 1.500 deri në 2.000 euro dhe ka ende vende që nuk e flasin fare pagën minimale. Kanë tjetër koncept, aty flasin për pagën e jetesës. Do shkojmë edhe te paga e jetesës, po dua të qëndrojmë çik më tepër edhe tek të dhënat e tjera të studimit. Flitet për shembull për orët shtesë të punës. Unë po lexoja se jemi duke hartuar dhe programin e lëvizjes bashkë për punën, edhe ka kontribuar disa vetë për këtë program, që ne mbetemi nga vendet ku punëtorët punojnë më shumë orë pune në javë dhe në muaj, në ditë, në javë dhe në muaj sigurisht në Evropë, për te i kësaj legjendës që dëgjohet nga kryeministri i vendit tek parazitët e studiove televizive që thonë shqiptarët nuk punojnë, shqiptarët rrin kafe. Me statistika ne punojmë goxhat. Ose pak në ata që janë marrëdhënie punës, se sigurisht ne kemi edhe një numër mbi 10% papunësie, domethënë papunësia formale në Shqipëri është diku midis 10 dhe 11% prej vitesh, dhe që është vërtet një shifër goxha e lartë. E prapë ata që janë marrëdhënie pune punojnë shumë dhe kanë përshtypjen në fasoneri punohet, besoj, më shumë se kudo tjetër. Po punohet, edhe nga studimi na ka rezultuar që pothuajse 42% punojnë orë shtesë. Kjo është Punohet shtunën apo jo? Tu ka një ngërç, sepse në momentin që ne komunikojmë dhe bëjmë edhe intervistën, ka një lloj konfuzioni kur vjen puna tek dita shtunë. Sepse jo në të gjitha fasonerit dhe jo të gjithë punëtorët e kuptojnë që dita shtunë janë orë shtesë pune. Dhe disa e kanë përfshirë, disa nuk e kanë përfshirë. Dhe unë mendoj që po, janë orët shtesë më të larta, sepse në shumicën e fasonerive, kjo vjen edhe nga fakti që pothuajse 60% e punëtorëve nuk kanë një kopje të kontratës tyre të punës që ta lexojnë dhe ta rikujtojnë edhe pikat. Sepse kontratët, domethënë përgjithsisht i bëjnë në rregull sipas kodit të punës, thjesht nuk ja japin punëtorit dhe as nuk i lexojnë punëtorët. Dhe këtu ndodhe ky ngërçi mes orëve shtesë. A sa paguhet ora shtesë dhe nëse dita e shtunë quhet orë shtesë. Në shumicën e rasteve, nuk e quajnë fare ditën e shtunë si orë shtesë. E kanë pjesë si paga normale që marrin, si ditë normale të punës. Me çdo punëtor që un kam folur në jetën time, më kanë thënë dy gjëra. E para, se kam lexuar dot kontratën e punës, e dyta, nuk kam një kopje të kontratës punës, që janë dy shkelje flagrante të kodit punës. Çdo kontratë, jo kontrata e punës, ka dy palë që supozohet të lira dhe të barabarta, dhe nëse janë të lira dhe të barabarta, siç e lexon punëdhënësi kontratën dhe bie dakord, e lexon dhe punëmarrësi dhe pastaj bie dakord, dhe siç ka punëdhënësi një kopje të kontratës, ka dhe punëmarrësi një kopje të kontratës. Ku di unë, nuk e di, e keni parasysh pa ata që shohin futboll, e kanë të qartë kur hidhet firma në një futbollistit famshëm, që nënshkruan për klubin njëra palë, nënshkruan vetë futbollistët dhe pastaj të dyja palët marrin me vete kopjen e dhe. Kopja ka shumë e rëndësishme se nëpërmjet asaj kopje të kontratës. Ti mund ta paditësh firmën për shkelje të drejtave në punë. Punëtorët duke dinë çfarë drejtash kanë dhe nuk mundet të ankojnë diku. Dhe kjo ka dalë sipërfaqe kurdo herë që ka probleme. Ne kemi pas takuar dhe bashkë punëtorë në qytete të ndryshme dhe gjë e parë që thonë nuk kemi kopje të kontratës punës. Si ti gjejmë? Përveç se nuk ka një kopje të kontratës, nuk e din as çfarë përmban ajo kontratë dhe çfarë afati ka ajo kontratë. Sepse nëse mund të them një shifër tjetër, vetëm 27% e punëtorëve që ne kemi anketuar na kanë thënë që ka një kontratë pa afat. Dhe nga situatat që ne na kanë ndodhur dhe organizimet e punëtorëve në kohët e fundit, është se punëtorët nuk e dinë nëse kishin një kontratë 1 vjeçare, 6 mujore, 2 vjeçare që të kuptonin nëse pas një viti ato duhet të rifirmosin një kontratë të re. Edhe kjo është një metodë që në fakt pronarët e fasonerive dhe menaxherët e bëjnë vetë. Çfarë do të thënë? Nëse ti ke një kontratë 1 vjeçare dhe pas një viti ti nuk je në dieni, ti mund ta lësh punëtorin ja 3-4 muaj pa sigurime, me shtetin je në rregull, atë punëtorin e mban të zezë, ai nuk është i informuar, edhe pastaj
Kur ti t'jesh më në terezi nga ana jote ekonomike, e fut prap në sigurime. Edhe këtë bën këtë punën sezonale, që ti punëtori nuk e kupton, ndërkohë që ai po punon nga gjithë vitit, nuk e kupton sepse ai në shtet figuron si punëtor sezonal. Edhe ky ka qenë nga rastet edhe të Vlorës. Nëse mban mend që ishim duke diskutuar me punëtorët, që punëtorët nuk e dinin. Dhe i mund të ishte një mundësi kjo, derisa kërkuan me ngulm pagimin e sigurimeve të tyre. Ama nga ana tjetër, gjatë këtij studimi, mendoj se ka patur një lloj ndërgjegjësimi. Ndoshta djegja her pas hershme e punëtorëve për shkak të mos pagimit të sigurimeve të tyre, 90% e tyre janë shprehur se përpiqen të shohin rregullisht sigurimet e tyre nëse janë derdhur apo jo në Albania. Të paktën aq herë sa punon në Albania. Kemi nxjerr disa statistika në programin e lëvizjes bashk për punën. Për sa i përket orëve të punës, sipas të dhënave zyrtare, dhe keni parasysh kur themi të dhëna zyrtare, mund të jenë më keq. Gjendja në Shqipëri mund të jetë më keq. Sipas dhënave zyrtare, në Shqipëri java e punës është mesatarisht 43.7 orë. Në vendet e Bashkimit Evropian, java e punës mesatarisht është 36.1 orë. Me që nuk jam shumë i zotin aritmetike, bëra me celular diferencën dhe më del 7.6 orë më shumë punohet në Shqipëri se në vendet e Bashkimit Evropian. Praktikisht e shtuna është punë për gjithë. Jemi akoma tek 6 ditëshi me kohë të plot i punës. Si 30 e ca vite më parë, kështu e mbaj mend unë, kohën e socializmit, mi pas o kohë ishte dhe ideja që ne bëjmë sikur punojmë, shteti bën sikur na paguan, sepse modeli socialist i punës ka pas ato zvarritet e veta, kurse sot tetorshi i punës, 6 ditë që javës është punë intensive, apo jo? Është punë, le të themi, ku nuk të fal njeri, mezi të falin kohën e shkuarjes në banjë. Leri më të tjerat. Dhe unë prap dyshoj që orët e punës javore janë edhe më shumë se kaq. Flas pafundësisht me taksist, me shofer, edhe me shoferët e televizioneve, se shkoj nëpër televizion, kur shkoj zakonisht me makinën e vet televizionit, dhe gjithmonë i pyet shoferët, dhe gjithë më thonë 6 ditë në javë është i padiskutueshëm. Dhe punojmë dhe më shumë, thotë, sepse pasi çojmë të gjithë punonjësit e tjerë nëpër shtëpi, do duhet ta mbyllim makinën në garazhin e vendit tonë punës dhe pastaj nga ky garazh i vendit tonë punës të kthehemi në shtëpinë tonë. Pra këtu punohet më shumë se kudo tjetër dhe pagat nga ana tjetër janë më të ulta se shumë kund tjetër. Gjithsesi, unë doja t'ju pyesja për, nuk e di, gjetjet e tjera të studimit që ja vlen ti evidentojmë, ti nxjerrim pak. Po patjetër, mund të flasim pak për pushimet edhe për raportet mjekësore, por edhe për leje tjera që janë me kohë pune, si rastet fatkeqësive, martesat, sëmundjet të familjarëve, që paktën asnjë prej punëtorëve, shumica prej punëtorëve janë shprehur që nuk zbatohen. Dhe sidomos raportet mjekësore që merren nga mjeku, që këto janë edhe pagesa që i kryen një pjesë të mirë shteti, ato as nuk i dërgojnë fare nëpër institucionet përkatëse. Praktikisht nuk i paguajnë fare, i ju heqin orët të punës, qoftë edhe për gjysmë ore që ata mungojnë. Kjo vjen edhe kur punëtori supozohet të marrë një fletë pagesë në fund të çdo muaji, ku ju tregohet çdo orë pune që ata kanë bërë, kur janë futur, kur kanë dalur, sepse teknologjia në vendin tonë është shumë tradicionale prej vitesh. Edhe fakti që ato nuk kanë as kontrata të rregullta pune, fakti që ato ju shkruajnë në një copë letër orët e punës, le shumë për të kuptuar që ato abuzojnë me orët e punës dhe pushimet vjetore, raportet mjekësore, leje të ndryshme të tjera që punëtorët kanë nevojë. E për pushimet vjetore, përgjithsisht punëtorët janë shprehur se nga 4 javë që ju sigurohet me kohë pune, vetëm 1 ose 2 javë mund të marrin në vit dhe marrin të gjithë njëkohësisht. Me shumë mundësi kur vetë pronarët ka nevojë të pushojnë 1-2 javë, lëmë dhe punëtorët 1-2 javë pushim se s'bëhet nami. Pastaj kur i pyesim ne punëtorët se çfarë do donin të ndryshonin më shumë në vendin e tyre të punës, shumica dërmuese rreth nga 50 deri në 60% shprehen që paga e tyre është e panjaftueshme. Kanë shumë nevojë që mos jenë më me paga kaq të ulta. Praktikisht paga e tyre nuk i mbulon, ashtu siç e përmenda më sipër nga
artikulli i monitorit, pak atyre nuk njo njafton për të bërë blerjet bazike dhe të bërë një jetë bazike në vendin tonë. E nga ana tjetër, rreth 20% janë të pakënaqur me kushtet ambientin e punës. Praktikisht është shumë ftohtë në dimër, është shumë ngrohtë në verë, nuk ka aspirim, qarkullim të ajrit, edhe për shkak të materialeve që ata punojnë kanë shumë pesticide, që akumulohen praktikisht në vendin tonë vjen edhe produkti më duke qenë se nuk kemi as të më ndotës, më kimikate brenda, sepse ne nuk kemi përgjithsisht as në kontraktore të parë me brendet. Jemi të dytë ose të tretë, praktikisht vjen një herë në Gjermani, pastaj Gjermania e sjell një herë në vendet e Ballkanit si Serbia, dhe Serbia sjell një proces të prodhimit në Shqipëri. Edhe ku sjell sigurisht edhe mallin më problematik për sa i përket cilësisë edhe standardeve që duhet ketë. Ndërkohë që Europa është shumë larg me një standard tjetër, me një model të riprodhimi, me inovacione të reja dhe me teknologji më të lartë të prodhimit, ne jemi ende shumë tradicional dhe jemi shumë të pakualifikuar. Çka lehtësisht edhe brendet më shumë lehtësi mund të largohen nga vendi ynë. Po shija disa statistikat produktivitetit punës në Shqipëri, edhe rezultonte se jemi nga vendet me produktiviteti më të ulët të punës në Evropë, edhe në Ballkan madje, pa diskutim. Llogaritë që produktiviteti mesatar i punës në Shqipëri, ishin shifrat ishte $16.5 në orë, ndërkohë që vende rajoni si Serbia është $20.6 në orë, e në Maqedoni $22.7 në orë. Tani, sa kohë njerëzit nga pama fizike janë një lloj të aftë, atëherë produktiviteti i punës lidhet shumë me kualifikimin e forcës punëtore dhe me teknologjinë. Ne këtu çalojmë ka përshtypjen, sidomos sektorin fason. Teknologjia vazhdon të jetë goxha e pravambetur dhe kualifikimi i forcës punëtore lë për të dëshiruar. Pra, nuk investohet as nga shteti për kualifikimin, po themi, bazik të punëtorëve, as nga vetë kompanitë që të jenë çik më, si thua, keni këtë vështrim më afatgjatë edhe për interesin e tyre. Me sa kuptoj unë, duan thjesht ta shtrydhin punëtorin aq sa të munden në kushtet ku janë, edhe mos e vrasin shumë mendjes çfarë do ndodh mas 1 viti, mas 2 vjetësh apo mbas 5 vjetësh. Do thënë, nuk e di nëse mund të shtojmë diçka, Ferdes. Kur folëm pak më përpara që folëm edhe për krizën e sektorit dhe zgjidhjen që, si më thënë, ose thirrjen e pa dëgjuar nga shteti për shoqatën jo vetëm për prodhuesit. Në fakt mendoj se është edhe, si më thënë, ky faj nuk është vetëm në një anë, është edhe në këtë aspekt që me të gjithë punëtorët ose nga deklaratat që ne kemi nga punëtorët, makineritë janë të momentit kur është hap fasoneria dhe nuk ka ndryshuar kurrë. Do të thonë, nëse unë shkoj shkoj për të ble lavatriçën dhe ka një proces inteligjenca aty që dallon vetë fibrën edhe e fut vetë procesin në fasoneri, domethënë janë makineritë para 30 viteve, 20 e kështu me radhë, sepse kryesisht fasoneritë të cilat janë. Pra nuk, nëse në Europë dhe kudo në botë po flitet për një formë të re prodhimi që është, si më thënë, integrimi i si më thënë, inteligjencës dhe kësaj përvojës njerëzore për ta bërë më të lehtë procesin e prodhimit, këtu në Shqipëri jemi me makineritë më të vjetra dhe një nga si më thënë, justifikimet që përdoret thotë krahu i punës është bërë tashmë nuk është më i lirë, është i shtrenjtë, sepse në krahasim produktiviteti është shumë herë më pak. Por kjo është një nga gjërat që duhet ta plotësoj, si më thënë, edhe të, si më thënë, qoftë edhe për të mirën e biznesit të tij. Biznesmeni duhet të investojë në, si më thënë, në mjetet e punës e të gjitha këto me radhë. Patjetër që kjo është problem shumë i madh, sepse këtu nëse ti je në kushte të pabarabarta, që do të thotë ti punon vërtet më shumë, po në fund të ditës të thonë shiko se ti nuk je fare produktiv. E ke shumë ku, domethënë, raportin e produktivitetit dhe për të mos fol pasaj edhe për raste tjera, të tipit që po prap veç prej këtyre, ndoshta prej, si më thënë, mënyrave këtyre makinerive shumë të vjetra, ata shpikin një hile që i detyrojnë punëtorët që të punojnë, si më thënë, vën normën si kriter, dhe normë e cila është e paarritshme për 8 orë punë dhe ata ju duhet të punojnë 10 orë dhe të paguhen për 8 orë, domethënë. Kështu që këto janë, si më thënë, shkeljet në vazhdimsi që bëhen. Pretendimet edhe nga si më thënë, nga këta të sektori, domethënë nga sipërmarrësit është që të bëjnë ciklin e mbyllur në Shqipëri, që do thotë të prodhohet totalisht, si më thënë, i gjithë produkti të bëhet në Shqipëri. Po mendoj se kjo është shumë vonë që ata të bëjnë thirrje dhe
për më tepër, kur vetëm fitimi është marrë nga ky vend, duke abuzuar edhe me taksat e gjitha këto me radhë, sepse si më thënë nga një inspektim i vogël dilte se ka shumë, domethënë ka shumë të pa për kontratat folëm, po kur flasim gjithmonë për të dhënat zyrtare, janë gjithmonë shumë më optimiste se sa realiteti, domethënë. Kështu që në këtë pikë qoftë kontratat, qoftë si më thënë punëtorët e pasiguruar, domethënë jo të deklaruar, e gjitha këto me radhë, janë kosto të cilat do duhet i paguaj edhe sipërmarrësi në këtë pikë. Domethënë këtu ose marrim seriozisht këtë gjë dhe ne respektojmë vendin e punës, biznesin, punëtorin e gjitha këto me radhë, ose nuk bëhet në këtë mënyrë. Nuk mundet që në një moment kur pas 30 vitesh prodhim në Shqipëri ti kërkon ta kalosh tashmë dhe mendimin e shtetit të kalosh prodhimin e plot në Shqipëri. Ti këtë gjë pas 30 vitesh do duhet ta kishe arritur tashmë, domethënë ta kishe kërkuar me kohë, jo në momentin kur është kriza. Sepse ky pretendimi është i paarritshëm realisht, domethënë nuk ka mundësi për të bërë në këtë moment, sepse nuk është investuar në këtë. Domethënë punëtorët nuk i kemi kualifikuar, edhe një fasoneri që na ka rastis, domethënë që e bënte këtë gjën me punëtorët se e kërkonte vetë klienti, domethënë nga atje dhe i merrti i trajnonte atje dhe kishin si më thën merrnin si më thën aftësi tjera jashtë, edhe ajo nuk bëhej më, që pas domethënë bë vitet e para po nuk u bë më, edhe kjo është situata sa i përket kualifikimit. E prap se prap, Shqipëria ka një nivel skandalos pagash, duke ju referuar përsëri statistikave zyrtare, Instatit. Dhe kur themi Instatit, me drejtë themi, situata është më keq. E prap se prap, edhe sipas dhënave të Instatit, situata e pagave është keq. Sipas Instatit, 25% të punësuarve, pra 1 në 4, merr pagë mujore sa paga minimale zyrtare e më pak. Pra, paga bruto mujore është 40.000 lekë më pak, 1 në 4 punëtorë, dhe këtu besoj janë shumica e punëtorëve të fazonerisë. Në këtë 25%, besoj unë dominojnë punëtorët e sektorit fason. 45% e punësuarve në Shqipëri marrin pagë mujore bruto 50.000 lekë e më pak. Dhe 54% e punëtorëve në Shqipëri marrin pagë mujore 60.000 lekë e më pak. Pra shikoni, shumica e punëtorëve, shumica e punëtorëve, mbi gjysma, paguhen nën 600.000 lekë vjetra. Dhe shtrohet pyetja, por si jetohet me një pagë nën 600.000 lekë vjetra, sidomos kur ke dhe fatin e keq që vetëm një prej bashkëshortëve të jenë punë. Sepse mos harroni, kemi 10% e 11% papunësim. Pra si jeton një familje me 4 vet ose me 600.000 lekë të vjetra në muaj, ose me një çik më shumë. Dhe pastaj shtrohet pyetja, pse ikim, pse largohen shqiptarët e të rinj nga Shqipëria. Po kupton? Patjetër që Edi Rama i paaft për të çuar përpara reforma që rrisin në mënyrë qëndrueshme ekonominë, përpiqet që t'i mbajë shqiptarët në emër të kafes, e thot. Shkon njeriu në Gjermani, thot, për të pirë kafen e shpifur, dhe vërtet kafja në shumë vendet e Evropës është e shpifur, ndoshta përveç Italisë ose do i vendi kështu mesdhetar. Po është pra për të qeshur, për të qarë. Po i thuaj njerëzve, mos ik prej pagave, mos ik prej punës, por ktheu prej kafes. Është goxha problematike. Do besoj shumë të rinj edhe në sektorin fason zgjedhin të largohen nga vendi. Një moment caktuar u vjen shpirti më i hundës edhe thon do provojmë të punojmë diku tjetër. Ka forma të ndryshme, ndoshta nga që sektori fason është i përbërë më së shumti prej grave, po t'ishe shumica burra, e sigurt që do kishe falimentuar me kohë. Sepse për shkak edhe të rrethanave sociale, si më thënë, për një grua shumë herë më e vështirë për t'u larguar në emigrim e për të ardhur prap, sepse është e vështirë të zhvendoset gjithë familja. Emigrimi zakonisht shkon, si më thënë, ai që ka barrën më të madhe të shtëpisë, edhe ama ka edhe këtu ka një tendencë, domethënë, disa prej punëtorëve që
janë rrit fëmijët e kështu me radhë, shkojnë punojnë 3 muaj në Europë, kthehen në Shqipëri, sigurisht në të zezë dhe atje. Dhe më mirë u ka rënë të punojnë 6 muaj në Europë, sesa të punojnë 1 vit në fasoneri në Shqipëri, edhe pse pa sigurt, po kjo është një nga forma. Domethënë, këto janë sigurisht, janë raste të veçanta e gjitha këto me radhë. Domethënë nuk është se po ndodh masivisht kjo gjë, por realisht po mendoja se sa mundet një punëtor fasonerie, domethënë si mund të rritet një fëmijë i një familje punëtore të fasonerisë. Unë vetë jam, domethënë, patjetër që e di përgjigjen, domethënë, po mendoj aktualisht kur, si më thën, unë nuk jam më në të njëjtën situatë, familja ime nuk është më në të njëjtën situatë se nga 2 vetë që punonin dhe 5 që ushqeshin, tani, si më thënë, secili punon dhe në kushte minimale, po gjithsesi, domethënë ja del disi, dhe këtu nuk flasim më as për arsim të mirë, nuk flasim më për kulturë fare, domethënë nuk as mos na vin ndërmend që fëmijët e një familje mund të dinë, mund të shkojnë të shohin një shfaqje teatrale, mund të shkojnë të shohin po edhe të blejnë një libër, domethënë edhe për të blejnë një libër është e kushtueshme dhe ata nuk mund të aksesojnë këtë gjë. Mos flasim pastaj për pushime, mos flasim për 2 herë pushime në vit, mos të flasim as për, si më thën, kënaqësitë e vogla të jetës, që mund të jetë një kafe në fundjavë, një drek me familje, ndoshta jashtë shtëpie për të dalë pak nga normaliteti, kështu që maksimumi fatin të shkojnë në plazh, ndoshta mund ta kenë fëmijët të cilët jetojnë në Bregdet dhe aty do aksesojnë atë plazhin, si më thënë, që është më i përshtatshëm për ta, ku nuk ka hotele dhe resorte luksoze që, si më thënë, e bën të pamundur që ata ta aksesojnë prej tarifës së hyrjes e gjitha këto. E di çfarë më kujtove? Ne kemi takuar bashkë një punëtore fasonerie para disa muajsh, që ishte me djalin e vet. Edhe unë me mendje lehtësinë një njeriu të shtresës mesme, që nga një herë ka iluzionin se gjithë bota jeton si ai, se ky është nga defektet e njerëzve të stresës mesme, për cilun ja vi vetëdijshëm se e kam vet, se nga një herë me mendje lehtësinë e marrim sikur standardi i jetesës shtresës mesme në Shqipëri është universal pak a shumë. Edhe po më thoshte ky djalë i vogël që luaj futboll, më pëlqen shumë futbolli, më shkoi mendja më një herë që do jetë në një kurs futbolli. Thash si fëmijët e mi. Edhe më thaj pastaj si janë futboll, luajmë aty me çunat e pallatit, edhe pastaj unë i thirrra mendjes, domethënë, budallëku tim, dhe thash, nëse e ëma paguhet 40.000 lekë të reja në muaj, bruto 40.000 lekë, se 35.000 e ca merr në dorë. Ku do i gjej 5.000 lekë në muaj që të paguaj kursin e futbollit? Domethënë është marrëzi kjo gjë. Tjetra që po mendoja është kjo që brezi i parë i punëtorëve të fasonerisë kanë pas një avantazh, siç ka pas i gjitha i brez në Shqipëri. Cili është avantazhi? Avantazhi i shtëpisë. I mos pasurit nevojë për të paguar për shtëpinë. Pse se shtëpia ose është fituar pothuajse falas nga reformat e 92-shit, ata kanë që pas një apartament, për shembull si prindit e mi, kanë paguar 200.000 lekë vjetra, shteti dhe aso kohë, dhe janë bërë pronar shtëpisë, ose kanë qenë të ardhur nga periferia që me shumë sakrifica dhe mund kanë arritur ta ndërtojnë një banesë për veten e tyre. Problemi është që fëmijët e tyre tashmë nuk kanë më pronë. Pra duhet llogarisin të ajo pagë dhe qiran. Pra nëse punëtoria 50 vjeçare po them, jeton në shtëpinë e vet, pra nuk paguan qira. Punëtoria 20 vjeçare, 30 vjeçare kur do martohet pastaj, do duhet që me këtë pagë të llogaris edhe qiran. Që është një kosto jashtëzakonshme pastaj nga ana tjetër, se Juliana është marrë edhe me studimin e strehimit, po të shtojmë edhe koston e qiras, bëhet vërtet e pajetueshme dhe pa përballueshme. Se mund thuash 400.000 lekë ose 350.000 lekë, nëse do blesh vetëm ushqime, hajt se mbase del në fund muajit. Po të shtosh qiran. Po, është vërtet. Domethënë është diskutuar në podcast që është e strehimit dhe në fakt për strehimin është folur më shumë për të rinjt. Dhe kur për të rinjt ka qenë shumë pa përballueshme qiraja, jo më blerja një apartamenti, imagjino tashmë për një punëtore fasonerie, e sidomos në rastin konkret ku punëtoria fasonerisë ishte edhe kryefamiljare. Domethënë, shumë e vështirë. Jo vetëm për Tiranën, por edhe për zona tjera jashtë Tiranës. Domethënë, raundi i dytë pas Tiranës janë zonat bregdetare si Durrësi, Vlora, Lezhë, me Shëngjinin që kanë shkuar çmime në çmime stratosferike. E këtu pastaj flasim shumë Europa Perëndimore përdor termin e pagës jetesës. Ne jemi shumë larg pagës jetesës. Paga jetesës nuk është thjesht paga minimale, ato ku ne mbulojmë nevojat tona më bazike, me ushqim, po flasim
për një jetë të dinjitetshme. Çfarë do të thënë? Të përballosh me lehtësi strehimin, utilitetet tjera siç janë uji, energjia elektrike, shkallët, gazi, por përtej këtyre pastaj janë transporti, çka është shumë i vështirë në vendin ton, transporti si brenda urban, brenda qytetit, por edhe interurban. Pastaj për mos flasim për veshmbathje, arsimin, kujdesin shëndetësor, situata të papritura që mund të ndodhin, por edhe për argëtimin, çka e bën shumë të vështirë. Nga rrjeti Clean Clothes Campaign për vitin 2018-2019 në mos gabohem, ka nxjerrë një vlerë diku tek 104.000 lekë të reja për Shqipërinë, po flasim për vitin 2018-2019. Paga jetesës, që ti të kesh një pagë me dinjitet në vendin tonë. Imagjino si sa mund të kesh shkuar sot një pagë e jetesës me rritjen e çmimeve të qërave, me rritjen e çmimeve të qoftë me ushqimet më bazike që janë edhe shporta e konsumit të përditshëm, me rritjen e ujit, dritave, transporti e gjithçka me radhë. Duket shumë shifër e lartë, por është e vërtet, sepse po ta mendosh që një apartament sot është diku më minimalja është 350-400 euro. Aq sa një pagë minimale sot. Praktikisht nuk është edhe aq e lartë si shifër, pavarësisht se mund të duket shumë e fryrë. Thjesht doja thoja që me nivelin e, si më thënë, me këtë standardin e pagës së jetesës, nëse të dhënat zyrtare janë vërtet ashtu siç duket dhe nuk ka, si më thënë, shkelje të tjera të bizneseve, këtu si më thënë, edhe shtresa që këta profesionistët që paguhen me pagë mesatare nuk, sepse paga mesatare brut është 830.000 lekë, domethënë diçka e tillë po e shifja, kështu që në këtë pikë ne nuk arrim as edhe këta profesionistët e rinj, si më thënë, edhe njerëzit cilët nuk janë domosdoshmërisht punëtor fason, më thënë, ose të çfarëdo lloj sektori tjetër po flasim, atëherë i bie që edhe këta të rrinë edhe veç të ushqehen, se në të kundërt nuk arrin që të përmbushin, si më thënë, nuk flasim as për arsim, nuk flasim as për kulturë, nuk flasim as për shëndetësi, nuk flasim për asgjë e cila ty të bën të jesh një njeri i dinjitetshëm, të jetosh dinjitetshëm në shoqërinë tënde, domethënë, në vendin ku në cilin ti jeton, sepse edhe nëse ti do të shkosh të bësh një analizë, domethënë shëndetësia është e pa aksesueshme, punëtorët shpesh herë më ka bërë gjithmonë çudi një gjë, sepse punëtorët e fasonerisë pothuajse gjithmonë shkojnë në privat. Edhe unë thoja po mirë, një punëtor fasonerie me këtë pagë, si mund të shkojë domethënë në spital privat, edhe në klinika private. Edhe një ditë më bën llogarinë se pyeta si më thënë me krejt naivitet. E I them pse shkon në shtet. E para thot në shtet do një rekomandim, që unë duhet të shkoj një ditë të lë punën, një ditë të lagja dhe të shkoj të marr rekomandimin. Një ditë tjetër unë duhet të shkoj të pres radhën që aty unë nuk e di sa mund të filloj tani dhe deri në darkë nuk kam mbaruar. Do shkoj edhe një ditë tjetër të bëj analizat, sepse me gjas kështu dhe mua u mbas 3 ditë pune, që është kostoja më e madhe se sa, si më thënë, vizite që unë do bëj aty. Sepse analizat gjithsesi prap shteti nuk t'i bën të gjitha, edhe kështu, domethënë në këtë pikë arrim që edhe spitalet, si më thënë, edhe klinikat private, të gjitha këto me radhë janë pikërisht kjo masa e madhe e njerëzve që paguhen shumë keq, por që prap I mbajnë këmbë, sepse si më thënë, nuk t'jep leje njerëzit, ne folëm pak më përpara, në fasoneri është shumë e vështirë që ti të marrësh leje, kështu që klinikat private janë hapur deri vonë, mbas dite mbaron puna dhe takova një ditë në rrugë disa punëtore që më thanë se një pjesë të rrogës ta e marrin në dorë. Pra një pjesë në bank, ato minimale, dhe një çik më tepër I marrin në dorë. Edhe I thash që a ju detyron pronari? Më thanë, jo fakt edhe ne na intereson. Por përgjigja ti shpjegoja që në fakt nuk të intereson drejtari se kuptimin ato janë sigurimet e tua shëndetësore, shoqërore, dhe përgjigja që më dha ishte çarmatose, se tha ato sigurime dhe I paguajmë kot, kuptimin që se unë prapë kur të shkoj në spital publik do marrin lek mjekat. Kështu që nuk është se, domethënë, unë do paguaj siguracionin shëndetësor, edhe do e marr shërbimin falas. Unë atë shërbim prapë me lek që 1000 lekë do e marr. Kështu që se të paguaj siguracion, çfarë do të them me këtë që një nga arsye pse informaliteti është I lartë në Shqipëri, ka të bëjë dhe me faktin që institucionet e tjera të shërbimeve publike nuk funksionojnë. Nuk funksionojnë, në kushtet ku nuk funksionojnë, kushtet ku punëtori thotë, po unë pa pension që pa pension do dal, pse të paguaj sot siguracionet, ose unë pa shëndetësi që pa shëndetësi publike jam, pse të paguajnë sot siguracionet, dhe kjo pastaj bëhet si një rreth vicioz, që ngado që të rrotullohesh ti gjithmonë është keq. Dhe kemi diçka tjetër ne.
që unë e theksoj sa herë kam nevojë. Në Shqipëri ti me pagën duhet blesh gjithçka. Në vendet e tjera paga shpenzohet për një pjesë të mirave që duhen, sepse të tjera ti siguron shteti, sepse ti ke paguar taksat ose ke paguar sigurime shoqërore dhe shëndetësore. Ti me atë 40.000 lekë shpag që merr, ti aty duhet paguash dhe spitalin, duhet paguash dhe arsimin, në dorë gjithmonë. Duhet paguash çdo gjë tjetër që në një vend normal ta siguron shteti. Pra në një vend normal ti ke edhe pagën më të madhe, edhe shpenzimet më të ulta. Këtu i ke pagën më të vogël, edhe shpenzimet më të larta. Po në fakt, po të flasësh me shqiptarët cilët kanë emigruar në vende, nuk e di, nuk po them të, si më thënë, me zhvillim shumë të madh, edhe po të flasim në vendje të fqinje, domethënë, ku diun, Itali, Greqi e kështu me radhë. Janë këto gjërat e vogla që ty t'i ofron sistemi, ku diun, shëndetësinë, po si më thënë, ti ndjen në një moment që shteti ekziston dhe për ty, domethënë drejt për drejt, me një ndihmë shumë të vogël, po qoftë me arsimin, qoftë me disa të ardhura ekstra përveç rrogës, që ty të bën të ta ndjesh që është këtu. Dhe edhe ata, jo se jetojnë një jetë shumë të mirë andej, domethënë është veç kjo dora që ti kur ndjen në hall të madh, nuk ke nga të shkosh. Dhe në këtë pikë ti detyrohesh që t'ikësh. Dhe sigura, këto t'ishin në Shqipëri, patjetër që nuk do largoj askur, domethënë ne nuk ikim për shumë çka. Patjetër që në studim ne domethënë te fasoneria një nga problemet kryesore ka qenë paga, por nuk është vetëm paga, domethënë një nga problemet e mëdha. Se ti vërtet aty shef mungesën e një shteti të tërë, një sistemi social të munguar që ti nuk e ke, edhe do detyrohesh të arratisësh, domethënë nga ky vend të ikësh nga syt këmbët. Në momentin e parë që ty t'jepet mundësia, po ti pyesësh të gjithë shqiptarët që janë larguar, po flas për njerëzit e punës, për njerëzit të cilët e kanë shumë të vështirë për t'u integruar në shoqëritë ku ata shkojnë. E vetmja gjë është kjo, domethënë që çon fëmijën në shkollë pa merakun, domethënë deri në universitet, ai mund të dalë që shteti ja garanton këtë të drejtë, domethënë në varësi të ardhurave të tyre, po ashtu edhe në spital ti trajtohesh në bazë të ardhurave tua dhe të jepet kjo ndihmë. Edhe po ta kenë në Shqipëri, ata patjetër që do ktheheshin. Po janë këto gjërat të vogla. Në fakt janë baziket që ne duhet i kemi, që nuk i kemi, edhe na duhet domethënë të largohemi. Pyetje tjetër. Organizimi. Çfarë po ndodh në fasoneri? Kemi pas disa protesta, greva në Bilisht para disa vitesh, ka pas një organizim shumë të mirë të punëtorëve, pastaj në Vlorë, në Kruj. Po të hapësh lajme, këto janë vetëm vendet ku ne kemi pas bashkëpunim me punëtorët, po të hapësh pastaj kronikat e lajmeve, ka her pas here grevat të momentit. Një ditë, 2 ditë shuhen, rindizen pas një viti. Pra ka një përpjekje, ka një luftë, le themi, të përditshme të punëtorëve për të drejtat e tyre. Po është vërtet, të paktën këto 3 vitet e fundit ka patur organizim nga ana punëtore, pa çka ne kemi qenë pranë punëtorëve me anketa, me intervista, për t'i pyetur për shqetësimet e tyre. Të paktën këto 3 vitet e fundit ka patur organizim nga vetë punëtorët. Rasti Bilishtit ka ndodhur, ka nisur të paktën që nga fundi i 2022-shit, por që vazhdon ende si rast. Së bashku me Ferdisin kemi qenë herë tjetra, shpesh herë në Bilisht, dhe mund të them që ka qenë nga rastet që u bë pak më publike, sepse u detyrua vetë ministra të shkonte. Të shkonte drejt protest. Po, nuk kemi ministri punë, ministria e financave. Sepse punëtorët ishin shumë mirë të organizuar, ishin të gjitha, jo gjysma në shtëpi dhe gjysma duke protestuar, por të gjitha duke protestuar para derës së fabrikës. Aq sa e pan të detyrueshme që të shkonin edhe të bllokonin rrugën kryesore, aksin kryesor të Bilishtit. Çka detyroi edhe ministren të shkonte deri aty. Edhe rasti i Vlorës ka qenë po i njëjtë. Protesta, pothuajse gjithë punëtorët para fabrikës, për kushtet, për mos pagesat të sigurimeve, njëjtë si me Bilishtin, paga të ulta, kushte jo të mira në punë, qoftë nga ambientet e punës ku ata punonin, por edhe rasti i Krujës, që është rasti më i fundit, ku nisi në fillim të këtij viti, ku kishin fakt vetëm një kërkesë, pagën e 13. Le të shitojmë çik më shumë te Bilishti, sepse ne për vite të tëra kemi bashkëpunuar me punëtorët e organizuara, i kemi ndihmuar të organizohen sindikat. Çfarë ndodhi? Si u ngritën punëtorët, si vazhdoi protesta e tyre, greva,
arritjet, problemet e mpasme pastaj me pronarin edhe me shtetin. Bishkëliqi në fakt është një nga rastet më interesante dhe më të mira ku ne shkojmë edhe në vendet e tjera dhe themi si situatë frymëzimi. Për shkak të organizimit të tyre shumë të mirë dhe bashkëpunimi shumë të ngushtë me njëra tjetrën punëtorët. Vazhdon ende si betej prej 3 vite. Siç e thash prej fillimit, nisi për paktën të paguheshin me pagë minimale, sepse paguheshin akoma më keq se sa paga minimale, pra e kthenin në dorë siç i bie, ose punonin në zezë dhe punonin edhe shtunë dhe diel. Praktikisht kodi i punës shkelej me të dyja këmbët. Duke përfituar nga rasti se Biliqi është një vend i vogël edhe që mundësia e punësimit për te fasonerisë është shumë e ulët. Është edhe rast suksesi sepse punëtorët, një pjesë e mirë e punëtorëve të fasonerisë krijuan degën lokale të sindikatës në vendin e tyre të punës. Po fatkeqësisht domethënë beteja me pronarin vazhdoi vazhdimisht, duke herë më të mirë e herë më të keq, arritën të firmosin një kontratë kolektive së bashku me sindikatën, ama nga ana tjetër pas firmosjes së kësaj kontrate, pas një viti, gratë u gjenden përsëri në rrugë, para derës së fabrikës, të gjitha me njëra tjetrën sepse pushuan kryetarin e sindikatës nga puna. Përsëri gjëja mirë është se nuk e braktisen mirën në këtë rast, qëndruan të gjitha të forta. Kjo është edhe rasti më i mirë dhe më i suksesshëm që ne prezantojmë jashtëzakonisht shumë në të gjitha organizimet, por edhe bisedat me punëtorët. O të gjitha, o asnjë. Mira është fytyra jon, mira ngres zërin për problematikat tona dhe nëse ne lëm mirën, praktikisht kemi hequr dorë nga organizimi dhe të drejtat tona në punë. Vazhdon ende, për fat keq që situata në Bilisht, fabrika një herë shpalli falimentin, duke mendoj se ka qenë një lloj mashtrimi, sepse ai me anën ligjore mbante vetëm diku të rreth 20 punëtor, po nga ana tjetër, të paktën nga biseda që mund të kemi patur ne me punëtorët, thuaj që punonin më shumë. Sigurisht nuk kemi si ta vërtetojmë, nuk kemi arritur të diskutojmë paktën në një bisedë ose ta denonconim edhe nga vetë punëtorët që po punonin në atë fabrik. Po ishte një metodë se si ky pushimi i heshtur i punëtorëve, domethënë t'u nxjim jetën në maksimum që ata t'ikin vetë kush ka për t'ikur, ose të paktën të bëjmë këtë, ne jemi në rregull me shtetin, por ne hoqëm një pjesë mirë të punëtorëve, që nuk donim t'i mbanim, që ngrinin zërin, që ishin më të zëshëm, që kuptonin mirë cilat ishin të drejtat dhe detyrimet të drejtat e punëtorëve dhe detyrimet e fabrikës në këtë rast. Sot beteja vazhdon me financierën e degës lokale, ajo ka hapur procesin gjyqësor. Si që thamë, proceset gjyqësore zgjasin dhe jemi në pritje të një vendimi nga ana e gjykatës për dëmshpërblim të heqës nga puna padrejtisht nga ana e fabrikës. Bilishti është një qytet në fakt që lidhjet familjare ka shumë të afërta, edhe kjo e ka vështirësuar jashtëzakonisht situatën për punëtorët që janë hequr nga puna, përfshirë edhe anëtarët tjera të zëshme, por edhe për kryetarin e sindikatës që ishte aty. Duke ja vështirësuar që edhe ato pak vende pune që mund të kenë, të nxjerrin zën që këto punëtorë ngrinë zërin, këto punëtorë duan më shumë se ç'duhet, kur në fakt kërkojnë vetëm të drejtën e tyre në punë. Orët e punës të paguen të paktën sa që thot shteti më minimalen dhe të zbatohet kodi punës, më bazikja e bazikeve, asgjë më shumë prej tyre. Kodi punës Ferdes, kam përshtypjen unë është ligji që merret më pak seriozisht dhe gjithë legjislacioni shqiptar. Kam përshtypjen që edhe do një ligj për mbrojtjen e një specie shumë të rrallë mund të gjejë më shumë zbatueshmëri se sa kodi punës që merret me qindra mijëra punëtorë. Edhe kur e mendon gjërat që kërkon kodi punës janë fakt, si më thënë, regulatori minimal i 2 palëve të cilat hyjnë, si më thënë, kanë të mira ta ndërsjellta me njëri tjetrin, siç është punëdhënësi dhe punëmarrësi. Dhe këtu në fakt kjo është ajo që ne vëmë re çdo herë që shkojmë dhe përplasim, domethënë kemi një rast të abuzimit dhe të shkeljes së drejtave në punë. Domethënë të kërkosh 40 orë në javë,
dhe të marrësh një pagë minimale është, domethënë, e drejta bazike që ty ta garanton ligji. Ndërkohë që në Europë po flitet për 4 orë në 4 orë punë në ditë, po flitet për 4 ditë në javë punë, domethënë, këtu jemi, si më thën, me shkelje në rastin kur ne do duhet të kishim bërë hapa para që ta tekalonim kodin e punës, ne në fakt jemi duke fol akoma në të drejtat bazike, domethënë minimale. Këtu mendoj që një nga problemet kryesore sa i përket kodit të punës është dhe mos respektimit të kodit të punës, të drejtave bazike të punëtorëve, është garantori që duhet jetë në këtë pjesë. Unë po shifja pak më përpara se sa inspektor, sepse ne në rastin e në fakt në të gjitha rastet së fundmi, na është dashur të përplasemi me inspektoriatin, jo ne, punëtorët, po edhe ne në mbështetje të punëtorëve, dhe gjithmonë sjellja ka qenë realisht problematike, skandaloze, edhe si më thënë mendoj kundër punëtorit. Domethënë, nëse do duhej ndoshta të shpikej një krim që domethënë të ndiqej penalisht për këtë punë, domethënë. Në rastin e Vlorës, punëtorët të gjithë kanë shkuar edhe në rastin e Bilishit, po nuk po e marrim se mendojmë se është një nga rastet, si më thën, ku punëtorët për shkak të, si më thën, të forcës që kanë pas dhe si më thën solidaritetit që kanë pas me njëra tjetrën, kanë arritur që inspektoriati të bëjë punën e vet minimalisht në rastet kur është vënë me shpatulla pas muri. Ndërsa në Vlorë ka qenë, si më thën, tallje e madhe me punëtorët, si më thën, duke i kërcënuar punëtorët me zërin dhe me, si më thënë, në favor të punëdhënësit. Nga ana tjetër në Krujë po e njëjta gjë, janë thrit inspektorët dhe inspektorët kanë bërë, si më thënë, presion ndaj punëtorëve për të heqë dorë nga drejta që po kërkonin, që ishte drejtë bazike. Domethënë, me kod pune ty do njëjtë, në rast se ti ke marrë për 3 vite rresht shpërblim, atë që quhet shpërblim, ti tashmë ke fituar si të drejtë. Ata kishin rreth 20 vite që e merrnin dhe ishte drejta e tyre për ta marrë. Domethënë nuk po kërkonin diçka të jashtëzakonshme, se shpesh herë shefet e komente që thonë, po kush po merr shpërblimin ose rrogën e 13 në Shqipëri që e kërkoni ju. Jo, kjo është e drejta jote që ty të njihet. Inspektoriati i punës bën, si më thën, presion ndaj punëtorëve duke i detyruar ata që të tërhiqen. Unë në atë rast kemi telefonuar edhe inspektoratin edhe për të pyetur si njerëz të cilat po edhe punëtorët vet dhe akoma nuk ka një përgjigje, edhe pse janë telefonuar her pas here e thanë që është për 2 javë. Dhe mua më duket në shkelje shumë të rëndë. Po edhe po të hym kështu me detaje, në gjithë Republikën e Shqipërisë kemi 92 inspektor nga faqja e inspektoratit dhe po ta llogarisim pak me shifra i bie që një inspektor të jetë për 10.000 punëtor ose një inspektor për 1.200 sipërmarrje. Domethënë që do të thotë raporti, edhe sikur një inspektor në Shqipëri të ketë vullnetin e mirë për të inspektuar, se unë mendoj që nuk ka përveç raportimeve, duhet të ketë edhe një farë, si më thënë, të jetë procedurë punës që të shkojnë në vendin e punës dhe të inspektojnë në lidhje me shkeljet apo çfarë ndodh në vende të caktuara, në të gjitha vendet e punës praktikisht. Edhe sikur ta kenë vullnetin e mirë inspektorët, është e pamundur që një inspektor, si më thënë, në një vit të shkoj edhe të flas me 10.000 punëtor apo të inspektoj 10.000 punëtor edhe apo në një muaj le të themi. Kështu që më duket, domethënë nuk është as ky vullneti si nuk kemi një garantor në Shqipëri. Në Republikën e Maqedonisë Veriut, se me që dolim të numri inspektorëve për 10.000 punëtor, është 1.7 inspektor për 10.000 punëtor. Në Shqipëri 1, në Maqedoninë e Veriut 1.7. Sigurisht Maqedonia e Veriut nuk është vendi më i mirë në botë për respektimin e drejtave në punë, e prapse është pothuajse 2 fishi. Dhe po sym pastaj se çfarë punë bëjnë inspektorët në Shqipëri. Një pjesë prej cilëve, siç ndodh rëndom në administratën publike, ja thjesht njerëz që i shërbejnë partisë në pushtet. Mua më bënte shumë përshtypje njëri që më komentonte, më shante në rrjetet sociale. Thash, i fiksuar keq, do të thash, t'ia hapur kush është ky, çfarë është ky? Edhe shifja kështu pastaj si karafil që dilte kështu nëpër foto, punonte nëpër këto strukturat që mbronin drejtat e punëtorëve. Thashë, si mund të jetë ky inspektor apo funksionar që teorikisht mbron drejtat e punëtorëve, ku puna e këtij është që të bëj patronazhistin për partinë pushtet. Pra, populli e paguan që të mbikëqyr respektimin e drejtave në punë, fakt puna e vërtetë që bën është i shërbej partive për fund e kryet korruptuara, siç është Partia Socialiste sot. Gjithsesi, unë dua ta mbyll me një lloj pozitiviteti apo thirrjeje. Apo do të ngulim këmbë
për ndonjë gjë që kemi harruar. Tu po do zgjatem pak. Do zgjatesh pak, dakor. Sepse dua t'ju kujtoj shikuesve tanë që përveç se studiuese, përveç se aktiviste, ju jeni dhe kandidate për deputet televizjes bashkë në 2 qarqe që janë përplot me punëtor. Edhe përplot me punëtor fasonerie, edhe përplot me punëtor të të agroushqimore, të industrive agroushqimore, të turizmit pa diskutim, siç janë Durrësi dhe Lezhë. Ti Ferdes je e dyta në listën e kandidatëve televizjes bashkë në qarkun e Durrësit, Gjuliana je e dyta në listën e kandidatëve për deputet televizjes bashkë për qarkun e Lezhës. Mund të themi diçka për ata që na dëgjojnë, posaçërisht për bashkëqytetarët dhe punëtorët nga Durrësi dhe nga Lezhë, çfarë kemi ndërmend ne të bëjmë edhe gjatë kësaj fushate, edhe pas kësaj fushate, edhe në parlament, qofse qytetarët do na votë besojnë? Sigurisht që ne e sigurt që do të takojmë pafundësisht punëtor gjatë kësaj periudhe, siç kemi bërë në fakt. Nuk është se do bëjmë diçka nga, ndoshta thjesht për shkak se jemi në fushatë, do jemi ekskluzivisht për këtë gjë, po siç kemi qenë, lëvizja bashkë ka qenë në çdo thirrje, në çdo telefonat të punëtorëve në ndihmë dhe në mbështetje. Doja ta filloja në fakt kështu. Në analizë time, ne pavarësisht se e kishim kuptuar që ka një gjë që duhet të jemi në krah, domethënë ka nevojë për ndihmë ndaj organizimeve të punëtorëve dhe kjo është edhe arsyeja pse ne filluam me kontaktimet edhe me themelimin e sindikatës së punëtorëve të fasonerisë, duke i takuar ata tek vendi, domethënë tek dera pasi linin punë, kafe të gjata, biseda të gjata dhe sepse kështu ka filluar, deri në, si më thënë, gjitha këto rastet që ne përmendëm her pas here, po ka një gjë, organizimet në këndvështrimin tim vazhdojnë të jenë, si më thënë, spontane dhe mobilizim i aty për atyshëm i punëtorëve për të zgjidhur problemin dhe më pas për të mos, si më thënë, ai i cili ngjan më së shumti organizimit të vërtet sindikal është rasti i Bilishtit. Pavarësisht nëse shohim rezultatin, kryetaria e degës së degës Bilishtit të fasonerisë punëtorëve ndodhet në emigrim, është larguar nga ky vend. E njëjta gjë që ka ndodhur edhe me Elton Debreshin apo me si më thënë, personazhe të cilat, si më thënë, kanë qenë më të guximshmit për të artikuluar të gjithë problematikën dhe për të bajtë mbi supe këtë, si më thënë, peshën e organizimit dhe ballafaqimin dhe luftën për të bërë me ata të cilat i shkelin drejtat e punëtorëve. Por kjo pavarësisht se është spontan, mendoj se sindikata kanë ndikuar që ne të jemi aty ku ata kanë nevojë dhe ti këshillojmë dhe të jemi me gjithçka ne mundemi për t'i ndihmuar që ta fitojmë betejën dhe kjo nuk është pak, mendoj, në Shqipëri. Se para se të filloja me, si më thënë, të merresha me organizimin, mendoja që në Shqipëri nuk ndodh kurrë asgjë, domethënë. Edhe më dukej pak e çuditshme si doja mësojmë ne këtë gjë të organizohen sindikalisht, ama ka pafundësisht histori në të cilat punëtorët janë mobilizuar aty për aty dhe kanë fituar ndaj pronarit. Problematika e vërtetë është se si ne këto organizime spontane ti krijojmë në organizime të vërteta dhe një traditë të sindikalizmit. Dhe kjo mendoj që do jetë, si më thënë, suksesi i vërtetë. Për të shkuar drejt kësaj, ne na duhet një subjekt i cili e garanton këtë gjë dhe lehtëson me programin e vet dhe me si më thënë, me legjislaturën e të nesërmes. Në këtë këndvështrim mendoj se dhe jam shumë e lumtur që jam për Durrësin, kandidate në listën e Durrësit, sepse në listën e Durrësit kemi punëtorë fasonerie, në listën e Durrësit kemi sindikalistë, si më thënë, të betejës në call center, patjetër edhe të, si më thënë, të profesioneve të ndryshme, por që për mua është shumë e rëndësishme që në këtë lista të kem njerëz të tjerë të cilët kanë bërë betejë dhe janë përfaqësues të këtyre kategorive për cilat ne jemi angazhuar çdo ditë. Në fakt, krejt rastësisht, unë po shikoja pak se mbi të dhënat e sektorit për të përgatitur për podcastin, domethënë për të përditësuar më saktë apo për të përgatitur, edhe vura re që në Durrës unë, si më thënë, konkurrent në garë do jenë 2 njerëz të cilët janë përfaqësues të fasonerive.
me Partinë Socialiste. I pari është në listën e mbyllur, është në vendin e 4. Vetëm të pronarëve, pra kjo është ideja, domethënë. Vetëm përfaqësues të i pari është një, domethënë që për mua janë jo vetëm pse janë, si më thënë, përfaqësues të sipërmarrjes, po ka edhe një gjë tjetër. Vendi i 4 që është për Durrësin, është një nga është, si më thënë, pronari një nga kompanive më famkeqe të, si më thënë, të shkeljes së drejtave të punëtorëve. Si quhet personi? Atëherë personi në fjalë quhet Skënder Pashaj, se për mua ky është. Ndërsa në listën e hapur është kryetari i shoqatës së Pro Export, Edvin Prençe, njerëz të cilët, si më thënë, artikulojnë dhe duket se partia në pushtet me çfarë vizioni po vjen dhe me çfarë do t'ju ofroj, si më thënë, Durrësit dhe banorëve të Durrësit, pra dhe me cilën anë ka vendosur të jetë edhe 4 vite të tjera, po flasim mbi pretendimet që ajo ka, sepse mendoj që s'do vazhdoj t'i ketë më, por që ose synimi ynë është ky që mos t'i ketë, edhe Durrësi nuk është qytet do si do, po është një nga qytetet i cili ka prodhimin, domethënë në gjithë Republikën e Shqipërisë, ka, si më thënë, numrin më të madh të prodhimit, që do thotë ka edhe, si më thënë, në përqindje është në nivel më të lartë të prodhimit, dhe për këtë arsye mendoj që të jesh në listën e Lëvizjes Bashk është vërtet, si më thënë, sfidë dhe kënaqësi, sepse te lista e Lëvizjes Bashk dhe ajo që kemi bërë ne në vazhdimsi, jo vetëm të flasim për të drejtat në punë, të jemi krah për krah me punëtorët, po edhe të nesërmen ne të luftojmë të gjithë bashkë, domethënë. Dhe kjo do të thotë që krah meje që i kam qenë organizatore në protesta apo në organizimin sindikal, krah meje do ketë sindikalistë të tjerë, të cilët në vendin e tyre të punës e kanë bërë këtë betejë, dhe për mua është, si më thënë, ky është treguesi se kush është Lëvizja Bashkë dhe kush është subjekti i cili përfaqëson këtë drejta. Pra mund të themi plot gojën që në zgjedhjet e ardhshme në qarkun e Durrësit do përballen edhe 2 forca, po edhe 2 karaktere të ndryshme përfaqësuesish. Partia në pushtet zgjedh të ketë kandidat për deputet, jo thjesht sipërmarrës, që s'ka asgjë të keqe, po sipërmarrës famkëqi, sipërmarrës që sillen si sklavëpronar me punëtorët e tyre, ndërkohë që Lëvizja Bashk, në anën tjetër të barrikadës, do të vendosë jo vetëm sindikalistë, punëtor, po edhe përfaqësuese dhe organizatore të punëtorëve. Sigurisht, kjo kontradikt që ne shohim nga do, shprehet edhe në vendin e punës, shprehet edhe në forcat politike që i kundërvijnë njëra tjetrës në emër të interesave të papajtueshme. Në rastin ton, të interesave të punëtorëve, të njerëzve të thjeshtë, në rastin e partisë pushtet, interesat e oligarkëve apo të sipërmarrësve, të atyre lloj sipërmarrësve të cilët nuk kanë minimumin e respektit për punëtorët e tyre, edhe i shtrydhin si t'jen lecka. Juliana, çfarë mund të themi diçka të fundit edhe frymëzuese? Unë nuk dua t'i heq asnjë pikë dhe asnjë presje atë çka tha Fergjisi, edhe unë jam jashtëzakonisht shumë e lumtur që në listat tona do kemi përfaqësuese sindikale dhe punëtor nga fusha të ndryshme, që nga fasoneria, call centeri, kamarier dhe shërbime të tjera. Për punëtorët, jo vetëm për punëtorët në qytetin e Lezhës, për punëtorët në të gjithë Shqipërinë, do i ftoja edhe të angazhoheshin në këtë fushat. Sa do pak, aq sa do kenë mundësi të angazhoheshin edhe të çojnë përpara një forcë politike që mendon për punëtorët, është në krah të punëtorëve dhe do vazhdoj të jetë në krah të punëtorëve. Dhe me rëndësi është që në këtë zgjedhje në parlament të fusim përfaqësues nga një parti politike që flet dhe do ngrej zërin fuqishëm për punëtorët dhe të drejtat në punë. Të nderuar shikues, kurrë në historinë e vet, punëtorët shqiptar nuk e kanë pasur një forcë politike që t'i përfaqësoj me të gjithë guximin, vullnetin, përkushtimin se sa Lëvizja Bashk. Ne kemi mbi 14 vite aktivizëm që kryeçështjen tonë kemi pasur të drejtat në punë dhe respektimin e dinjitetit të punëtorëve. Në listat tona të kandidatëve për deputet do të gjeni sindikalistë, përfaqësues tjerë të punëtorëve, organizatorë të punëtorëve. Në programin ton do japim idetë e transformimit rrënjësor të marrëdhënieve të punës, të respektimit deri në një të drejtave të punëtorëve, të përmirësimit të kodit të punës në mënyrë që të drejtat e punëtorëve të avancojnë. Kemi në programin ton miratimin e statusit minatorit dhe
përmirësimin, avancimin e të gjitha të drejtave dhe interesave legjitime të punëtorëve në Shqipëri. Ndaj u bashkohem kolegëve të mia në thirrjen drejtuar punëtorëve që jo vetëm votën t'ja besoni Lëvizjes Bashk, por sa më shumë prej jush na bashkoheni aktivisht këtë fushat, e cila do të ketë në qendër të vëmendjes edhe çështjen punëtore, edhe drejtat në punë. Tani, un kam një keqardhje që zgjedhjet janë shumë afër për të ftuar 186 kandidatë të Lëvizjes Bashk, sepse me të 186 unë do kisha mundësinë që të bëja një bisedë goxha të mbar për fushat e tyre të eksperiencës të punës, për idetë e tyre politike. Gjithsesi, zotohem pra sa kemi mundësi përpara shikuesve tanë që në këtë podcast do të ketë sa më shumë kandidat për deputet Lëvizjes Bashk. Ne nuk i mbushim listat me familjar, me teze, me halla, me nëna, me bab. Në listat tona janë antar dhe mbështetës të vërtet Lëvizjes Bashk, profesionistë të gjitha fushave, njerëz që po t'i ngresh në orën 3 mëngjesit nga gjumi dhe i thuash pse kandidon ti për Lëvizjen Bashk, janë të gatshëm edhe ata që janë më të ndrojtur ta mbajnë një fjalim të shkurtër edhe të t'japin arsyet se pse janë Lëvizjen Bashk dhe pse duan ta çojnë përpara vendin ton në emër të Lëvizjes Bashk. Ferdes, Juliana, ju falenderoj sërish, unë besoj na shkoj mbar. Do shihemi, besoj, në diskutimet tjera në muajt e ardhshëm. Besoj pa kamera. Nuk shpëtuat. Kjo nuk ishte hera e fundit. Mund të flasim pa kamera, vazhdim, mes njerëzve më mirë. Pa kamera flasim gjithmonë për ditë, çështja është që flasim edhe me publikun e gjerë. Edhe herë, faleminderit të gjithëve, shihemi në podcastet e tjera. Faleminderit.